Apo më kallzon dikush qysh më shpjegu në shoqërisë së Gjermane që kur i kum pas 7 vjet, familja jam ka vendosur me mvesh me fustan, si Sultan Sulejmani, me marr DJ, me marr tufana, hallat me shku te frizer, kam u ly, me vesh fustana, gjallart me vesh këmisha, me ardh këtë farefisi, me kcy me kall, me rregj najen, me festu, për ça? Se unë jam bosu net. Kom shumë pyetje ave. Spori, ku janë parët e sunetit? Se gjithë ajo ceremoni. Se me thirr këtë farefisin, se s'po mi me qel. Pse mos më vet mu? Pse? Ki që i kum pas vetë 7 vjet, ama nëse unë kisha pas drejt me vendos për trupin tim, unë nuk kisha leju me mbo sunet me 7 vjet. Jo ave. Unë e kisha lon mbo sunet qitash. Qitash kisha ditë shumë mirë se e bën me ato pare, edhe tash më kishin dukt ato pare shumë më shumë. Unë mbo sunet bashkë me vllahun tim, edhe pa të mbu kota shumë pare se na kon deri vonë djem të vetëm familje. Kujtohet na dët në krevet, e kurun, tret me paket kpuca Pedinio, nër fustan, një pare si Pablo Escobar. Sot e a dit, unë nuk e dina që këna bo me ato pare. Di që këna ble një PlayStation, pjesën tjetër na kanë depozitu prind. Qfar depozite që ajo që 20 vjet halo si kum po ato pare me sy. Ty e kum kuptu që jeta s'është drejta ver. Me ta zvoglu 1 centimetër edhe në fund mësë mi po paret me sy, nejse. Atë për drejke kum bo një boll të shëndetshme. Me produktet të tu ju që kum blen Kosovë dhe ma ka thy.